Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjerë sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në Tepelen po merr formë qendra multifunksionale e Parkut Kombëtar të Vjosës, një hapësirë e veçantë që pritet të shndërrohet në dritare natyrore drejt lumit të fundit të egër të Europës. Ministria e Arsimit dhe Sportit po sjell një projekt të ri pilot që ka për qëllim të afrojë natyrën me shkollën, ku nxënësit do të mësojnë përbimet medicinale, përdorimin e tyre dhe mënyrat për t'i ripërdorur mbetje duke krijuar produkte të reja. Turizmi malor po fitojnë gjithnjë më shumë në Memaliaj edhe në jug të vendit. Memaliaj me potencialet natyrore po tërheq interesin e parë të investitorëve në kuadër të nismës së qeverisë paketa e maleve, ku vetëm gjatë muajve të fundit janë paraqitur mbi 35 kërkesa. Në repartin e pediatrisë në Sarandë, numri vizitave për fëmijët me viroza stinore po rritet duke arritur 30 me 40 vizita në ditë, me 3 deri në 5 fëmijë të spitalizuar, kryesisht moshat 3 deri në 6 vjeç. Ju njohim tani më gjërësisht. Në Tepelen po merr formë qendra multifunksionale e Parkut Kombëtar të Vjosës, një hapësirë e veçantë që pritet të shndërrohet në dritare natyrore drejt lumit të fundit të egër në Europë. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, gjatë inspektimit të punimeve nga afër, tha se kjo është një nisëm që bashkon shkencën, edukimin dhe turizmin e qëndrueshëm, duke kthyer Parkun Kombëtar të Vjosës në një model unik të bashkëtesës midis njeriut dhe natyrës. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj ka qenë sot në Tepelen, ku ka inspektuar nga afër punimet që po zhvillohen për ndërtimin e qendrës multifunksionale të Parkut Kombëtar të Vjosës. Kjo qendër e konceptuar si një dritare natyrore drejt lumit të fundit të egër në Europë do të shërbejë si hapësirë kërkimore edukative dhe turistike njëkohësisht. Sipas ministrit Jaupaj, projekti parashikon ambiente për studiuesit dhe laborator kërkimor, një muze natyror me informacion mbi biodiversitetin e Vjosës, si edhe zona rekreative për vizitorët dhe hapësira edukative për fëmijët. Kjo, siç theksoi ai, është një nismë që bashkon shkencën, edukimin dhe turizmin e qëndrueshëm, duke kthyer Parkun Kombëtar të Vjosës në një model unik të bashkëtesës midis njeriut dhe natyrës. Kjo lugin edhe kjo qendër i bën shumë derë në fakt gjithë elementit të trashëgimisë natyrore dhe kulturore që ka qarku i Gjirokastrës, Tepelena Gjirokastra, dhe në fakt është një xhevair i shtuar në gjithë trajektoren e vizitueshmërisë që ka ky qark, ku njerëz vizitor nga gjithë bota, përveç bukurive natyrore, bukurive të trashëgimisë kulturore si kalaja e të tjerë, mund të ndalojnë dhe të vizitojnë edhe qendrën e Vjosës, që në të vërtetë është edhe një muze i hapur që mbledh bimët endemike, por në të vërtetë përmbledh edhe një arkitekturë moderne që reflekton në të vërtetë arkitekturën natyrore të lumit Vjosës. Projekti është rezultati një konkursi ndërkombëtar, ndërsa koncepti arkitektonik përdor materiale vendase dhe synon një harmoni të plotë me peizazhin përreth. Parku Kombëtar i lumit Vjosa përfshin edhe 3 degët e tij kryesore, Drinon, Bënçën dhe Shushicën, me një sipërfaqe prej mbi 12.700 hektarësh dhe një gjatësi që shtrihet në 4 qarqe të vendit. Ndërkohë, me vendim të Këshillit të Ministrave, është ngritur një zyre posaçme për administrimin e parkut, ndërsa ka hyrë në fuqi edhe plani menaxhimit që do të udhëheqë zhvillimin e mëtejshëm të kësaj zone të mbrojtur. Ministria e Arsimit dhe Sportit po sjell një projekt të ri pilot që ka për qëllim të afrojë natyrën me shkollën, ku nxënësit do të mësojnë përbimet medicinale, përdorimin e tyre dhe mënyrën për të ripërdorur mbetje duke krijuar produkte të reja. Ministra e Arsimit Mirela Kumbaro thotë se kjo është një mënyrë për të kultivuar dashurinë për tokën dhe për të mësuar fëmijëve se si të kujdesen për mjedisin që i rrethon. Në një kohë kur gjithnjë më shumë flitet për mbrojtjen e mjedisit, një projekt i ri po merret për ta sjellë natyrën më pranë fëmijëve. Ministria e Arsimit po përgatit një projekt pilot që do të kthejë shkollat në hapësira të vogla të gjelbërta. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro thotë se kjo është një mënyrë konkrete për të mësuar fëmijëve dashurinë për tokën dhe respektin ndaj natyrës. Ne kemi një projekt që ka nisur prej disa vitesh, në vazhdimin e disa iniciativave të Ministrisë së Arsimit për t'i dhënë fëmijëve jo vetëm ajo që
çka është e detyrueshme në arsimin parauniversitar, që është te tekstet, ke librat, ke kurrikulat, ke programet, ke provimet dhe që bëhet brenda programit shkollor. Ajo që duam është që të shfrytëzojmë në mjediset që neve po investojmë gjithmonë më shumë brenda shkollave dhe rreth tyre, por dhe në komunitet, të tjera aftësi, që nuk janë detyrimisht ato që janë në program, që janë marrëdhënia me njerëzit, marrëdhënia me sportin, marrëdhënia me artin, marrëdhënia me zejet, marrëdhënia sidomos me natyrën. Dhe projektet së ndryshme që ne disa i quajmë qendra komunitare, shkolla të kthehet në një mjedis ku praktikisht mund të vinë njerëzit e lagjes të komunikojnë, ta përdorin si park, të mësojnë gjyshet etj. etj. Marrëdhënia me natyrën është një marrëdhënie të cilën e kemi humbur, të cilën nuk kemi asnjëherë vonë për ta rifituar. Kështu që projekte si Artezeje, Toka ime, pra një parcel toke në cilën nxënësit mund të punojnë tokën, të mbjellin dhe domate. Dhe tani ta bashkojmë këtë me çfarë mund t'i bëjmë në natyrës në kuptimin e mirë të fjalës, ku ka dhe estetik, ka dhe pasion, ka dhe aromë, ka edhe ngjyra, ka edhe dije në të cilët ti thua, wow, çfarë mund të bëj unë me bërësitë e ullirit nëse i transformoj dhe bëj krem? Çfarë mund të bëj unë me bimët të cilat normalisht i shkel me këmbë si një gjë që natyra e prodhon pa nevojën time? Dhe ne nuk dim ta njohim, nuk dim ta kthejmë në një dije, por sidomos në dashuri. Pra, qëllimi është që japim fëmijëve dashuritë që duken si të humbura dhe deri diku po i humbasin. Ti rikthejmë ato fal shkollës në një bashkëpunim midis pasionit të profesionistit, bashkisë që investon në infrastrukturën shkollore dhe ministrisë që bën programin. Ky projekt synon të ndërthurë mësimin me përvojën praktike duke e bërë çdo shkollë një vend ku fëmijët mund të eksperimentojnë, të krijojnë dhe të mësojnë për ekonominë qarkulluese, për riciklimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Në këtë mënyrë, shkolla bëhet një laborator i gjelbër i jetës, ku fëmijët kuptojnë se çdo veprim i vogël ka ndikim në mjedis, nga mënyra si përdorim ujin e deri tek mënyra si riciklojmë mbetjet. Turizmi malor po fiton një gjithnjë më shumë në Memaliaj dhe në jug të vendit. Memaliaj me potencialet natyrore po tërheq interesin e parë të investitorëve në kuadër të nismës së qeverisë paketa e maleve, ku vetëm gjatë muajve të fundit janë paraqitur 35 kërkesa. Gjatë muajve të fundit në Memalia janë paraqitur mbi 35 kërkesa për shfrytëzimin e tokave malore, me qëllim zhvillimin e turizmit dhe ngritjen e bujtinave. Ky interes i lartë vjen në kuadër të paketës së maleve, një nismë prezantuar nga kryeministri Edi Rama, që synon të kthejë potencialet natyrore të zonave malore në burim të turizmit të qëndrueshëm dhe agroturizmit. Janë aplikuar rreth 35 aplikime, që ku në ka dalë udhëzimi i qeverisë, për paketën e maleve, neve kemi ndarë zonat, do të thënë që ku kanë interes qytetarët për kështu, kemi në ekonomin e Buzit, njësia Buz, zona Qesaratit, pjesa malore, deri në Varg Male që vazhdon, deri në Levana Alkomeme, Rabie, Levana. Po dhe në zonën e Kalivachit, këto janë zona do të thënë që kanë interes me përjashtim heqjen e zona që janë zonat e mbrojtura, që është Park Kombëtar Vjosa. Aplikimet janë kryer online në portalin e-Albania dhe po shqyrtohen nga autoritetet për të parë nëse plotësojnë kriteret e nevojshme. Aplikojnë direkt vetë qytetarët, po është në bazë udhëzimit të qeverisë janë të tërë këta njerëz që merren me këtë punë, që interesojnë për këtë, janë banorë që kanë një lidhje me pronën, këtu jo që të vinë dikush tjetër nga jashtë. Meqenëse u bë dhe rrugë, aksi rrugës Berat, Ballaban Përmet, janë të interesuar shumë në zonën e Buzit. Prioritet do t'ju jepet projekteve që respektojnë mjedisin dhe ofrojnë zhvillim afatgjat, duke synuar që turizmi malor të kthehet në një mundësi konkrete për rritjen ekonomike të Memaliajt.
Në repartin e pediatrisë në Saran, numri vizitave për fëmijët me viroza stinore po rritet duke shkuar në 30 me 40 vizita në ditë me 3 deri në 5 fëmijë spitallizuar, kryesisht mosha 3 deri në 6 vjeç. Shefja e pediatrisë Nilsa Shahini thotë se situata është ende e menaxhueshme, ndërkohë që thekson se nuk ka arsye për alarm, por çdo shqetësim duhet të dërgohet tek mjeku i familjes ose pediatri spitalor. Në repartin e pediatrisë në Saran, çdo ditë është në rritje numri vizitave. Pragu i stinës së dimrit ka shtuar rastet e prekjes nga virozat e stinës, sidomos ato që prekin rrugët e sipërme të frymarrjes. Në vlerësimin e shefes së pediatrisë Nilsa Shahini, situata mbetet e menaxhueshme, edhe pse numri vizitave në ditë shkon tani 30 deri në 40, ndërkohë që çdo ditë 3 deri në 5 fëmijë hospitalizohen, kryesisht të moshave 3, 5, 6 vjeç. Në këtë periudhë po dominojnë infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, si laringitet, tonsilitet, rastet me virozë më të shpesh tani, duar këmbë gojë, që përhapet më tepër tek moshat e kopshteve. Do të thënë moshat nga 3 vjeç deri në 5-6 vjeç. Laringitet janë goxha të shpeshta në këtë periudhë dhe reaktivizimi i bronkiteve azmatike, azmave bronkiale, përgjithsisht janë raste të menaxhueshme. Këshilla e parë që pediatria Shahini jep për prindrit që përballen me viroza në fëmijët e tyre është kujdesi për pastërti trupore të shtuar, hidratim dhe ushqyerje e mirë dhe deri përdorim të lavazhit me fiziologjik për moshat e vogla. Për prindrit rekomandoj më kryesorja higjiena, larja e duarve, për fëmijët e vegjël lavazhi i hundës me fiziologjik, larja e duarve si nga ana e prindëve si nga ana e fëmijëve, një hidratim shumë i mirë, domethënë ushqyerje sa më e mirë, lëngje që të rekuperojnë më shpejt pjesën e virozës. Gjithsesi, mjekja thotë se nuk ka arsye që prindrit alarmohen, ndërkohë që rekomandon referimin për çdo shqetësim te mjeku i familjes dhe pastaj te pediatri i shërbimit spitalor. Nuk ka pse të alarmohen, sigurisht për çdo shqetësim të referohen si mjekut të familjes, pastaj dhe pediatrit në shërbimin spitalor. Ndryshimi i shpeshtë i temperaturave në këtë javë të para të nëntorit llogaritet si faktor që nxit virozat stinore. E pritshme është që me hyrje në stinën e dimrit ato të jenë edhe më të shtuara. Kjo do të kërkojë më shumë vëmendje e kujdes të shtuar nga ana e prindërve dhe përgatitje të stafit mjekësor, për të qenë të përgatitur për situata më të ngarkuara me infeksione të stimuluara nga temperaturat dimërore. Në bashkinë e Konispolit, numri familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike ka rënë për shkak se shumica janë të vetpunësuar në bujqësi. Skema mbetet aktive për familjet në nevojë me prioritet të gratë kryefamiljare, ndërsa autoritetet punojnë për nxitjen e vetpunësimit dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Aktualisht në këtë bashki përfitojnë ndihmë 56 familje. Në bashkinë e Konispolit aktualisht 56 familje përfitojnë mbështetje përmes skemës së ndihmës ekonomike. Numri i familjeve që marrin këtë ndihmë nuk është i lartë, pasi shumica e banorëve të zonës janë të vetpunësuar kryesisht në sektorin e bujqësisë. Afërsia me kufirin grek është gjithashtu një faktor që ndikon pozitivisht në mundësitë e punësimit, duke reduktuar varësinë nga ndihma ekonomike. Po flasim për muajin tetor, që kemi muajin që kemi kaluar, kemi patur 56 familje që janë në skemën e ndihmës ekonomike. Nuk se kemi një rritje apo rënje, pak a shumë jemi gjithmonë në këto numër familjesh. Mund të skualifikohet ndonjëra, mund të largohet, mund të futet një tjetër, por përgjithsisht ky është numri 56, 50. Në skemën e ndihmës ekonomike, kuptohet që këto që punojnë punë sezonale, 1 muaj, 2 muaj, nuk se ndikon për arsye sepse këto nuk se ju paguhet siguracioni dhe këto duhet që të dalin nga skema e ndihmës ekonomike sepse janë me një kontratë pune. Skema e ndihmës ekonomike në këtë bashki synon të mbështesë grupet më të ndjeshme të komunitetit. Prioritetu jepet grave kryefamiljare, familjeve me shumë antar, si dhe atyre që ndodhen në kushte të vështira sociale dhe ekonomike.
Në bashkinë tonë, një fokus i është dhënë grave të cilat janë krye familjare dhe me fëmijë të vegjël, gjithashtu familje që me të vërtet kanë vështirësi ekonomike, mund të jenë të moshuar, që mund të jenë të braktisur, që nuk e kanë atë kujdesin nga fëmijët e tyre maksimal, por gjithashtu dhe familje që mund të kenë shumë fëmijë. Përfituesit e ndihmës ekonomike marrin mbështetje mujore, e cila u shërben për të përballuar shpenzimet bazë të jetesës. Autoritetet vendore theksojnë se krahas mbështetjes financiare, po vijojnë përpjekje për të orientuar familjet drejt vetë punësimit dhe përmirësimit të kushteve të tyre të jetesës, me synim për të reduktuar varësinë nga skemat e asistencës sociale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër vunë pranga shtetasin me inicialet AT 55 vjeç banues në fshatin Hundkuq dhe shtetasin me inicialet FK 49 vjeç banues në Gjirokastër, pasi dyshohet se kanë vjedhur në banesën e shtetasit me inicialet LK disa vegla pune, bujqësore dhe pune. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan veglat e vjedhura. Gjithashtu shtetasin me inicialet NC 68 vjeç banues në Gjirokastër, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest shtëpie dhe ka dënuar fizikisht bashkëshorten e tij. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedim penal për shtetasin me inicialet LSH 35 vjeç dhe shtetasin me inicialet NL 39 vjeç, të dy banues në Gjirokastër, pasi kanë goditur me grush një 32 vjeçar për motive të dobta. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Gjatë këtij viti shkollor, Ministria e Arsimit ka urdhëruar ndalimin e përdorimit të celularëve në ambientet e shkollave. Në institucionet arsimore në Gjirokastër duket se ky urdhër ka gjetur zbatim. Shumica e nxënësve kanë filluar të mos e marrin me vete celularin, ndërsa për pjesën tjetër operohet me dorëzimin e tyre në momentin kur hyjnë në shkollë. Që prej shtatorit në institucionet e arsimit parauniversitar ndalohet përdorimi i celularëve deri në orën e fundit të mësimit dhe për ta vënë në zbatim këtë urdhër të Ministrisë së Arsimit, aparatet celular mlidhen para nisjes së procesit për t'u dorëzuar atyre në momentin e largimit nga shkolla. Po çfarë thonë të rinjt në lidhje me këtë mas të marrë gjatë këtij viti shkollor? E mbani celularin në shkollë, në klasë? Jo, sepse nuk na lejojnë dhe ata që sjellin e dorëzojnë te mësuesja kujdestare. Ti vetë ke celular? E mbaj në shtëpi, nuk e marr me vete. Je ndërgjegjësuar tashmë që nuk lejohet dhe? Po edhe prindrit nuk na lënë, për shkak se ka më rregull. Shumë me gëzim që është e mirë të dëgjosh mësuesit, të dëgjosh mësimin, të kuptosh. Është shumë e mirë pa celular. Edhe unë besoj që nuk duhen të lejohen celulare fare. Asë në 5 minutë. Jo, nuk e marrim me vete, para nuk lejohet në shkollë dhe ata që e marrin nga klasa jonë dhe nga klasat e tjera e dorëzojnë tek mësuesi kujdestare e cila vendoset tek dollapi, e cila është në sallën e mësueseve dhe prindërit nuk ta lejojnë ta marrin me vete. Si është një orë mësimi pa celular? Është shumë e bukur, të gjitha kemi mendjen në mësim, ndërsa kur kemi telefona dëgjojmë muzikë, gjëra budalliqe më përpara, ndërsa tani nuk lejohet më, kështu që është më e qetë ore mësimit. Drejtoresha e gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri Matilda Gushi thotë se tashmë është arritur në momentin kur shumica e nxënësve është ndërgjegjësuar dhe celularin e lënë në shtëpi. Ky vit mësimor nisi me njërisi, me udhëzimin numër 23 për ndalimin e telefonit celular për nxënësit dhe mësuesit gjatë procesit mësimor. Nuk është as pak e vështirë, pasi nxënësit filluan të ndërgjegjësohen, duke mos ardhur në shkollë me telefon celular, ndërsa pjesa tjetër që ka ardhur në shkollë me telefon celular vendoset në dollapin përkatës nga mësuesi kujdestar. Është vërtet njërisi që ja vlen ta përmendim, sepse nxënësit gjatë procesit mësimor janë më të përqendruar, po ashtu edhe mësuesit më të sigurt, nxënësit më të vëmendshëm, pasi dëgjojnë në vijimësi mësimin dhe nuk u tërheqet vëmendja nga telefoni celular. Ndalimi i celularëve në shkolla ishte një urdhër i vendosur që në 2018, por që nuk u arrit të zbatohej, ndërsa ky i fundit pak më i zbutur, që nuk lejon përdorimin e tij në orën e mësimit, deri tani ka rezultuar me sukses në institucionet arsimore të Gjirokastrës.
Në Gjirokastër, nëntori është kthyer në një muaj plot të gjallëri, me aktivitete të shumta nga arti dhe kultura, tek sporti e të tjerë. Bashkia Gjirokastër ka qenë aktive përgjatë gjithë muajit, por një atmosferë festive do të kulmojë me aktivitetet e dedikuara për festat kombëtare 28 dhe 29 nëntor. Bashkia Gjirokastër do të zhvillojë një sër aktivitete shëllarmishme për gjatë këtij muaji që përfshin fusha të ndryshme kulturore e artistike. Qëllimi i tyre është nxitja e jetës komunitare dhe promovimi i vlerave lokale që karakterizojnë qytetin. Kalendari i aktiviteteve është plot e përplot me aktivitete dhe ngjarje kulturore. Do të spikasin aktivitetet e qendrës kulturore të fëmijëve. Një nga ditët kryesore që është ditë e shënuar për qytetin tonë është edhe 20 dhjetori i ISO Polifonisë në UNESCO, në të cilin jemi duke përgatitur një aktivitet duke përfshirë paradë me kostume dhe dokumentar të ISO Polifonisë ndër vite. Do të përmendja edhe javën e kuzhinës italiane, e cila do të përfshijë degustim të kuzhinës italiane të produkteve të ndryshme. Gjithashtu një sër aktivitete shëllarmishme do të organizohen edhe në kuadër të festave kombëtare 28 dhe 29 nëntorit. Gjithashtu nuk do të lija pa përmendur dhe festat kombëtare si 28 dhe 29 nëntorit, të cilat do të përfshin homazhe dhe aktivitete kulturore. Në kuadër të gjitha këtyre aktiviteteve nuk synojmë vetëm gjallërimin e jetës në qytet, por gjithashtu dhe tërheqjen e turistëve. Me këto nisma, Bashkia Gjirokastër vion të tregoj për kushtim për të mbajtur gjallë jetën kulturore dhe qytetare, duke e kthyer në traditë organizimin e aktiviteteve që pasurojnë jetën e banorëve dhe nderojnë vlerat kombëtare. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.